Mirë mbrëma të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot kemi nderin të kemi të ftuar në studio profesor Pllumpi Linçin. Profesor, përshëndetje, mirë mbrëma. Përshëndetje. Profesor, ditën e dieshme vajza e presidentit amerikan Ivanka Trump mbriti në Shqipëri. Dje zoti Rama organizoi një darkë ku ajo dhe të tjerë që të ftuar. Më pas, zonja Ivanka u pa në shoqërimin e kryeministrit, madje dhe në makinën e tij. Profesor, ju tha dje që ky takim nuk ishte zyrtar, por atëherë kush e financoi me këto drekat e darkat? Mi mbrëma shqiptar, kudo që ndodheni, në Evropë, në Amerikë, mirëtita në Amerikë. Të dashur shqiptar, edhe mbrëma e tham, përsëri edhe sot, në Shqipëri është bërë një lëvizje e madhe që dije sot, sikur ka ardhur një president i një bote të madhe. Ka ardhur një farë Ivanka, vajza e presidentit të Amerikës. Gjithë Vlora u ngrit në kemp, e ka fjalën për policinë, për bashkinë, po ashtu u ngrit dhe disa makina nga Tirana. Të dashur bashkëdhetar shqiptar, këta kanë vdekjen dhe s'di çfarë të bëjnë. Presën një Ivankë, ju po e shikoni në foto të dashur bashkëdhetar. Ju shihni edhe në foto diçka këtu, t'i sqarojmë shqiptarët mirë. Ai shihni Edi Ramën me një grenell, një rrugaç. Më falë për shprehet shqiptarët e mi, një që është martuar burr me burr. Ja ky koka vajti në Kosovë dhe i shau Kosovë. Arriti presidenti i Amerikës, nga njerëzit që i thanë e largovi automatikisht. Ky është ai person që ka bërë pazar me Edi Ramën për të brirë në tokën e Shqipërisë një farë Ivanke. Do me thënë vajza e presidentit. Të dashur shqiptarë, kur është puna për çështjen e Shqiponjës, për tokën shqiptare, ne flasëm drejt. E nuk na intereson se kush është vajzë e kujt dhe çfarë i punoni ati. Ne flasëm realitetin. Unë flas me gjuhën e Amerikës dhe me gjuhën e Shqipërisë. Ka një rregull, ka një ligj në Amerikë. Kur bëhet presidenti, ai nuk ka drejt t'i futi fëmijët që janë mbi 18 vjeç. Është bërë një rëmuj dhe jam i bindur, si që thash dhe dje, as e di fare presidenti i Amerikës se e bia dhe dhëndri ka ardhur në tokën e shqiponjve për të grabitur. Por, të dashur shqiptar, ata mund të grabitën një darkë me qevrin, me Edi Ramën, me qevrin e Berishës. Po nuk kam për të grabitur tokë sa jemi gjallë ne, dashur shqiptar. A ju i shihni tërë ato fytyra të shëmtuara. Duke një indian, kinez, i kanë mbledhur nga të gjitha anët, dashur bashkëdhetar shqiptar, dhe gazetarja më thot, sepse nuk janë zyrtar, që po të ishe zyrtar, dilte ambasada sot dhe fliste. Ambasada është leheshtje, unë thashë dje. Dilte dhe thoshte kush ka erdhur. Kjo ka erdhur punë private dhe eftuar nga Edi Rama. Pra, janë të ftuar nga Edi Rama, shpenzimet nga Edi Rama, çfarë s'po bën Edi Rama sepse i ka vjedh shqiptarët për 35 vjet. Dhe me parat tuaja dashur bashkëdhetar shqiptar, bëjnë darka, tallen me shqiptarë, shqiptarët s'kan bukë të hanë. Ju nuk keni bukë të hani, o shqiptarët e mi. Ju s'keni ujë të pini, kurse atje kërcet vera e darka të papara një histori. Le atë, po dhe e mori edhe në makinën e ti. E mori Ivankën në makinën dhe shëtisën bashkë. A i mendovi se do shpëtojnë. Të dashur shqiptar, unë nuk kam thënë që përpara. Jemi ne këtu. Jemi ne në Amerikë. Unë kam thënë që 97%
të Amerikës është me shqiptarët. I duan shqiptarët. 97% Amerika i do shqiptarët. Amerika është në lëvizje, dashur bashkëdhetar shqiptar. Dhe si pas regullit ndërkombëtar, FBI s'ka drejt vej mi shtet tjetër. Kurse këtu ka erë, sepse do të bëjmë Shqipërinë me kufi natyror. Dhe do t'i eliminojmë këto fytyra që i shini këtu, që vinë gjoja do marë tokën e Shqipërisë, kur se kam për të marë. Unë po themi diçka tjetër, dashur shqiptar, me këtë rast. Ditën që ne shkojmë në zyrat e reja, çdo njeri huaj që ka marrë diçka një hotel, o ka hapur tregti këtu, që atë minut ne i blokojmë. Jo vetëm pasurit, por ne blokojmë dhe pasurit që i kanë bagë ndërkombëtare. Sepse unë kam thënë ne kemi mashën e gjatë. Ne e kemi në dorë. Unë kam thënë 1000 herë, ne nuk marrëm urdhër, por ne japim urdhër. Ne mbrojmë kombin e Shqipërisë. Pra këta shqipfolësit, këta rrugacët, bredhen me makina, grihet e dirama dhe vete e pret. Edhe i tha të shpëton të nga jati. Edhe ajo vetë se ka mirë me t'jatin, sepse jati është në shëkim. Është gati për piqmen për ta hequr si president. Është mbledhur kongresi, është mbledhur çdo gjë, sepse çdo gjë po e kalove dënohesh. Pra të dashur shqiptar, të quajtur bordi i paqes. Ky bordi i paqes, të dashur bashkëdhetar, është privat, nuk është as shtetëror. Si që va thash më përpara, s'din çfarë të bëjnë, si të mbledhen para për veten e tyre dhe e bëjnë bordin paqësor. Për Palestinën. Palestina po mbytet me ujë ka 2 javë. Palestina është në dëbord, dashur shqiptar. Janë njerëz, janë fëmijë. Ai shikoni që po vdesën. Palestinën e shkatrovi Izraeli kryeministri dhe ai ta ndërtoi. E jo me parat e të tjerëve. Pra dashur shqiptar, ka ardhur koha e realitetit, ka ardhur koha e heqjes zvarr këta që e coptuan Shqipërinë dhe tallen dhe mblidhen. Pra, gazetare, asështë ajo vajza fare, mua vjen keq se është e re, edhe burri saj është një nga Izraeli, po i lindur në Amerikë, i ati t'ishti korruptuar. Kjo që arsye që ai s'doli në fotot dashur shqiptar. Sepse i ati t'ishtë dënuar, ai s'ka para, ai ka erdhur për të marrë me metro kup parat e shqiptarve. E dirama ka, po të mbushësh, besoj ja 2 vagona me vagona treni, me parat që i ka në shtëpi e tij që ka bërë atje si kala, çimento. Por ajo çimenti u shkrije dashur shqiptar. Siç u thash më parë, ne nuk kemi kot tu. Ne kemi ardhur të shërbejmë kombin ton erdhë ditët e fundit. Pra, gazetare, ajo leqës është zyrtare, po ajo s'është edhe, si ta them, nuk e them dot se ne shqiptarët kemi një rregull në gjuhë. Nuk ofendojmë njeri. Ajo siç ka erdhur, ti iki, por ne po i mbajmë shënim ku ka hyrë, ku ka dalë, kush i ka dhënë para e çfarë merr me atë jatin që pret në ujin e ftohtë. Aty është jati, kanë erdhur me jat. Dhe dirama mbesovi se do t'ja hidhte shqiptarëve, po jo, ne jemi gjallë. Profesor, sot gjykata kushtetuese u mblodh për çështjen e zonjës Balluku. Mbas shurtimit të çështjes gjykata nuk dha vendim dhe lajmëroi se do të njoftoj për datën dhe orën e njoftimit. Profesor, sipas jush, mbas thirrjeve tuaj gjykata do zbatoj ligjin apo do gjejë ndonjë marifet për të bërë qefjen qeverisë? Të dashur shqiptar, ju keni gati 3-4 javë që prisni që kur gjykata kushtetuese, ata 5 veta që i nxuan më përpara,
të 5 të korruptuar, të 5 janë të embruar, nuk janë zgjedhur nga populli shqiptar si gjithë bota që zgjedhen gjyqtarët direkt me vota të lira. Po sot gjykata e Kushtetutës i patë dhe vetë, atje i patë dhe vetë avukatët e Edi Ramës që flisnin jo si jurist, po si kur benin ndonjë darkë pinin raki. Po ashtu dhe avukatët të quajtur president që është i Shqipërisë. Po ashtu dhe avukatët e parlamentit të Shqipfolsve. Edhe ata, po kur u ngrit kryetari, prokurori i Spakut, a i tha realitetin. A i tha të vërtetën dashur bashkëdhetar shqiptar si pas ligjit, që ata si prokuror gjykojnë këtë duan. Kurse fjala e atyre të gjykatësve, po me thënë të Kushtetutës, thoshin që nuk e drejt të arestosh. Dashur shqiptar, Kushtetuta e tyre që është bërë në Serbi, thot Kushtetuta, le të vjedhën, le të vrasën deputetët, ministrat, të mos vena si ditë në burg. Apo gjyqtarë, ata gjyqtarë që patë atje, që shumë shpejt dhe ata do të gjenë vendin e burgut. Pra dashur shqiptar, Kushtetuta, tini të bindur, së bashku me Edi Ramën, ata e kanë penguar Spaku. Ashtu e tha dhe prokurori i Spakut. Na keni penguar, tha, për të gjykuar, por të dashur shqiptar. Ata gjyqtar të emruar nga Saliu e nga Edi Rama, unë u a thash edhe më përpara, dosje tyre poshtoj, ata sot duhet të jipnin realitetin, por ikën me bisht në shalë, dhe së ta asgjë vetëm tha do të japëm ditën dhe datën. Unë po them përsëri, nëse ata kalojnë të henën, do të tyrohet Spaku të filloj të arestoj gjyqtarët. Për arsye se ata po më pengojnë arestimin, pavarësisht se sot është marrë vendimin në Spak, që ajo të arrestohet. Edhe ata, çdo gjë që të thonë, nëse ata thonë në favor, ta prishën Kushtetutën e të thonë në favor të Edi Ramës, zvenës kryeministja do arrestohet, do hiqet zvarë. Sepse ka vjedhur. Nuk ka vjedhur pak, dashur shqiptar. U erdh ka keq atyre të Kushtetutës, sidomos ati Genti Ibrahimit, apo kësaj zonjës me flok të kuqe, që fliste sot për qartë, jo si gjyqtare, po si kur pinte kafe në kafene, Mariana Simoni. Po ashtu, dhe zonja Sonila Bejta, burri saj një gazetar, një anti-amerikan, që flet gjithmonë në Top Channel dhe në klani klaneve, në Fevziu. Anti-shqiptara, ishtë lonë grada burri saj. Që të dyja këto sot frisin kundra ligjit. Pra dashur shqiptar, erdhi fundi këtyre, le të bëjnë darka e dreka, po do t'i paguajnë me shpirtin e tyre, do t'i paguajnë me fëmijët e tyre, demin që kanë bërjue, që bëjnë darka në Vlorë, që kanë blokuar Vlorën, policia ambor drejtori policisë. Po nuk vjen turp që ke lajmëruar gjithë policin të shkojnë mbrapa, një që s'ka erdhur me liq këtu, ka erdhur si gjithë të tjerë, ka erdhur për të marrë parat e shqiptarve, po jo, sa jemi një gjallë. Pra, të dashur shqiptar, se këta nuk e hapin nesër të premten, deri të henën, këta do mbajnë përgjegjësi penale për demin dhe për ndalimin dhe për pengimin që po i bëjnë Spakut për të arrestuar. Si që thash, Spaku sot ka pregatitur diçka tjetër, që atë
do të arestoj flagrant, sepse ka vjedhur shumë. Po Edi Rama ka vjedhur 4 herë më shumë se ajo. Sa arrin, paguan darkat, miliona dollar të dashur shqiptar. Ju i pat vetë qarë fytyra ishë në dje. Fytyra më të shëmtuara që ka toka edhe globi. Dhe vinë në shtëpi tonë, në tokën tonë, aty ku Ismail Qemali ka ngjitur flamurin për një demokraci reale, vinë kinez, vinë portoran, vinë lloj fytyra, edhe rrinë gjoja rohet e asaj që shqiptarë s'kan të drejtë të dërgojnë policin të ruajnë Jovankën e Jovankave. Profesor, ju keni thënë që ftesa për bordin e paqes nuk është zyrtare. Por sot u mblodh parlamenti dhe votoi aderimin me 115 vota për. Pra, ç'mund të na thoni, ç'kuptim ka kjo ftesë parlamentare? Të dashur shqiptar, Seanca parlamentare. Kuvendi i Shqipërisë, kuvendi i Shqipfolësve, gazetarja thot parlament. Ai s'është parlament, ai është për të qeshur e për të qarë, për arsye janë ignorantët që ka patur toke e Shqipërisë do njëherë kur një histori, ata janë Shqipfolës, ata janë hajdut, ata janë rruggaç, ata janë familje pa familje, ata sot u betuan joja. Por, të quajtur atë që po mbledh presidenti i Amerikës në Evropë, ajo akoma së shfirmosur dashur shqiptar, bordi i paqes që quhet. Akoma nuk është firmosur. Kurse këta e bën urgjent, mendoan që do shpëtojnë për çdo gjë. U ngrit Edi Rama dashur shqiptar, nuk e di gazetarja e ka parë apo se ka parë, u ngrit dhe të foli para parlamentit dhe ka thënë tekstualisht kështu. Ai foli shumë, po vetëm një frazë po marr. Ju kthej parlamentit njerëzve të tij, ata që ngrenë karton rabotët, dhe u tha që unë preferova të mos vinje në fondi paqes, në biro e paqes, lloj emra po i vjen në bordi paqes. Preferova, tha, që i thanë disa deputet që ty nuk të pranuan, se ai s'është i pranuar dashur bashkëdhetar shqiptar të vetë. Kur s'vet Edi Rama, siç u kam thënë, në asnjë vend, se këtu po gënjeni, ju do vjen në New York, ju do vjen në Washington, takohet me presidentin, dhe presidenti e përmendi kur afrovi presidentin e Kosovës dhe tha, për disa shtete, tha, nuk i shoh dot me sy, ishte fjala për Edi Rama. Edi Rama tha sot para parlamentit që unë preferova, tha, të mos vinje në bordi paqes, po preferova, dhe për këtë do hapi llogari, preferova të prisje çupën e presidentit, edhe presidenti më ka thënë që të pres çupën. Do më thënë Ivanka. Që kjo është një mashtrim. Edhe presidenti vetë nuk e di që vajzë e tij ka erdhur këtu. Sepse edhe presidenti do baj përgjegjësi penale për arsye se siç u kam thënë, presidenti i Amerikës le të bëj biznis tregti ku ti doj qefi, po jo në tokën e Shqipërisë e mbi gjallë ne. Në Amerikë, të dashur bashkëdhetar shqiptar, është një tokë e bekuar. Është krijuar nga emigracioni. Lloj njerëzve. Ai që është i Zoti, atje përparon. Bën tregtin, po nuk bën hotele me 6 kate si këtu. Pra, unë i themi njëherë presidentit të Amerikës. Dan, kur jemi bërë një republikan, ti s'ishe republikan. Pa marrësi se quhesh republikan, po ti nuk ishe republikan. Republikanët dan nuk e mbyllën grushtin, komunistët e mbyllën grushtin. Bolshevikët e mbyllën grushtin. Pra dan mos u ngatron me familjen, mos ngatron me shqiptarët dhe mos u ngatron me atë
më falni shqiptar, po do të them hapur me atë pederasin që e ke dërguar dhe Edi Rama, që ben çmos të marri me metro kub parat, po jo, edhe ai ishte, po nuk u duk të dashur shqiptar. Pra, ai shini, Rich Grenly. Ai person dashur bashkëdhetar shqiptar, e dërgovi presidenti i Amerikës ambasador në Gjermani. E kam fjalën ku ishte radhë parë president. E mori Gjermania dhe e nxori jashtë brenda javës. Nuk e pranoi. Ai person vete në Kosovë dhe bën planet si do ai bashkë me Serbë. Ai person dashur bashkëdhetar shqiptar, nuk po ja përmend një vajzë që del, një zonjë që del me Berishën për ditë, dhe Edi Rama kanë shkuar në Jugosllavi dhe kanë marrë shumë para. U ka dhënë Edi Rama me avion, jo tani, pra dhe parë. Pra dashur bashkëdhetar shqiptar, ne nuk vinë të na mësojnë ata që martohen meshkull me meshkull. Jo. Pavarësisht se si është Edi Rama, por Edi Rama do mbaj përgjegjësi penale. A e shihni foton dashur bashkëdhetar shqiptar në bordin e paqes ka thritur presidenti i Amerikës, ambasadorin e Kosovës. A e shikoni presidentin si e shikon presidentin e Kosovës. Pra dashur bashkëdhetar shqiptar, ka ardhur koha e botës të realitetit. Po mbytet bota me ujë, po vdesën fëmijë. Ka ardhur koha e luftës të tretë botërore, ka ardhur koha e realitetit. Ka ardhur koha e bashkimit të Shqipërisë. Edi Rama nuk e pranuan dashur bashkëdhetar shqiptar, se ai ishte gati, siç u kam thënë për arrest. Unë prap po e mbaj, deri atë ditë sa të bëjmë ne të shkojnë me zyra, sepse ata duan të bëjnë rëmuj. Gjoja më 24, që s'kur s'ka të bërë. Se s'u ngopën të dashur bashkëdhetar, nuk u ngopën me naftën që i dhanë, me 97-in që u vranë 5.000 veta, me gërdesin që u doqën fëmijët, me 20 janarin, po akoma kërkojnë të bëjnë revolt, jo të dashur shqiptar. Ne e dim se shumë shqiptarë thonë ata kanë forcë, kanë para, e kanë fjalën për këta horrat që janë deputet të quajtur edhe qeveritar. Të dashur shqiptar, këte janë letra pe kartonin. A mbani mend në kohën e komunizmit, kur dilte ai zeri popullit dhe fshinin prapanicën. Ashtu janë këta dashur bashkëdhetar. Ashtu janë. Pra, erdhi koha e juaj, erdhi koha e shqiptarve, iku koha e rrugaçve, e anti-shqiptarve. Nuk e prek njeri do të Shqipërinë dashur shqiptar. Si që thash, unë jam Amerikan, ai quhet presidenti tim në Amerikë, por ku vin punët e çështjes kombëtare, janë të ndara e sape. Jemi miq, jemi shok, po kur vjen puna e Shqipërisë, mund të bëjmë edhe armiq. Se kush e gon veten e tij, e se kush e di çfarë force ka. Siç u thash, në Amerikë ka senator, ka kongresmen, ka president, e barojnë, thyen qafën dhe nuk i njeh kurkush. Kurse ne jemi derisa të vdesëm, sa të bëjmë Shqipërinë time atë që deshën të parët, atë që ka luftuar me shekuj, ata që kanë bërë me gjak, është bërë kjo tokë e Shqipërisë, e na erdhë ka një Ivankë, e Ivankave, e na vjen këtu, e thot do marë Sazan, e sot do marë ka ca gjëra të tjera. Po jo dashur shqiptar. Jo, do japin llogari për atë që ka erdhur. Do të shikoni çfarë llogari do japin. Për ata që kanë erdhur, për ato shpenzime që kanë bërë, për policinë që i vete pas me naftë. Pra e shikoni vetë, presidentin e Amerikës, është presidenti mbreti botës, edhe qesh, edhe dërfrehet, ja pra dashur bashkëdhetar. S'ka tokën e shqiptarëve nuk e prek njëri. Profesor, a keni diçka për të shtuar? Unë s'kam asgjë për të shtuar, por vetëm më them shqiptarëve që të dashur shqiptar,
Sot duhet ishte arrestuar zëvendës kryeministra dhe qindra të tjerë, e pat dhe vetë vajti sot në kuvendin e horrave, në kuvendin e shqipfolzve, e pat dhe vetë që vajti atje, ishte e menduar se e di do Velburg, po ashtu dhe Edi Rama fliste për qarë, ma ka dërguar me urë të presidentit, unë e prita vajzën, e presidentit Jovanka, angrëm nga një peshk. Po nga njerë të dashur shqiptarë, kër e ha peshku nga bima e ka ca hala, të ngelet e në gryk. O Edi Rama, ati që po bën ti këto dit, ti po i bën dëm shtëpis të ndë, familjes të ndë, nuk të mbron do të njëri, o Edi, se atë që bere ti, që ungrite me makina nga Tirana, dhe lajmërove policin, dhe bashkin dhe kryetarin e bashkis që është bërë në Vlorë, që nuk i le ujë të pinë shqiptarët, qëllimisht i le pa ujë, i le pa drita si gjysmë e Tiranës që s'kishtë drita. Kurse ti shpenzon para, shqiptarët s'kan bukë të hanë, o vlezë të mi kudo që do dheni, erdhi dita e juaj, e janë i sa më parë këne, e janë i për t'i shërber kombit, jo Pilinqi. Pilinqi e kam të rezi. Unë kam mërë për kombin tim. E janë i pra t'i shërbeni duke punuar. E janë i duke punuar ju që t'ini bosat e Shqipërisë. Që të mos lini as një tuaj të vi të marrë dhe një pjesë të Shqipërisë. E s'do mos Sazani, që është kyçi i mbrojtjes të Shqipërisë. Sazani është qelnik të dashur bashkëdhetarë. Është qimento dhe qelnik. Aty janë armatimet më të mira të Amerikës. Pra dashur shqiptarë, e janë, mos u vizor që jeni me partin të quajtur demokrati. Mos u vizor që të quajtur parti socialiste. Jo dashur shqiptarë, nuk ka më parti. Në këto dy partit eliminuan, nuk do t'jenë më, nuk do t'figurojnë në tokën e Shqipërisë. Se mja e vo, e janë fëmijë, të rinj, e janë për të bërë ambasador, e janë për të qenë në qeveri. Çdo ministër do ketë pak në 200 e ca punojës. E janë, nuk do t'i heqëm ata që janë, do heqëm ata që janë të sjellë, që nuk din asgjë, po janë në përministria sepse janë satelit të tyre, ata po, nuk do t'jenë me. Edhe në polici, 20% do t'i heqëm. Po cilit janë këta? Ata shefat e tyre. Ata të quajtur shefa, bos të tyre, që janë kryetarë, që janë zëvendës. Ata kanë vjedhur. Ata kanë bërë pazare me Edi Rama. Edhe ajo hoteli që vajti, ajo hoteli ka një emër shumë të keq dashur shqiptarë. Restoranta ka një emër shumë të keq. Pavarësisht se personi është në Amerikë, gjoja i Zotit, ne i dim. Pra, këto shpenzime që po bëhen, këta do e për llogarit dashur shqiptarë. Pra, e njerë po i them gjukatës të kushtetutës, atyre të pesëve që qera dhe parë. Dilni nesër dhe i jepni fjalën tuaj se do mbani përgjegjësi penale për ndalimin që e keni bërë Spakut. Kryetari i Spakut e tha, i dërguari i Spakut e tha që ju na keni ndaluar, që ne jemi të ndarë nga shteti, ne arrestojmë atë që vjedh, dhe aty ishte problemi. Punë e madhe, e kam fjalën për ata 5 veta. Ke vjedhur, edhe Bilem e tha, ishte një zonjë shumë e zgjuar, dhe unë dua ta njoh atë. Ishte aq e aftë së bashku me atë të Spakut, me prokuror, që fliste dhe u kthete përgjigje atyre të kushtetutës. Dhe u thoshte që ne kemi të drejtë t'i arrestojmë sepse dosje tyre shumë e madhe. Kurse një zonjë që kishte flokë të kuqe, ajo si vinte mirë. Pra, ajo që është drejtë me, edhe ajo me syze, ishte me syze aty, pra të dashur shqiptarë.
A i shikoni këto fytyra, në qoftë se këto nuk i dalën nesër o dëhenën në mëngjes, këto do mbajnë përgjegjësi penale. Dosjet e këtyre janë bërë shumë të mëdha. Natën e mirë, dashur shqiptar. Unë thash që sot duhet ishin arrestuar, por përsëri u ngritën me bishin në shal dhe duke ecur thanë që do t'u themi ditën dhe datën. Vonojeni po të doni, sepse gjykata Spaku e vendosi sot që do arrestohen shumë njerëz. Natën e mirë, dashur shqiptar, të na falni për zën që kemi ngritur, po si mos e ngrish me shqip folsit, me haj vdutit, me këto fytyra që thonë jemi gjyqtar. Edhe leata po e përmendin, dashur shqiptar, se thoshin për kushtetutën italiane. O gjyqtar, kjo është toka e Skënderbeut. Ç'pun ka kushtetuta italiane me kushtetutën që keni bërë në Serbi? Avukatët e Edi Ramës thoshin me kushtetutën italiane kjo pikë, kjo numër. Ç'do thotë kjo? Ju si gjyqtar, a u erdhi nuk u vinte zor që ti thoshit, zotni, jemi në Shqipëri, nuk jemi në Romë, po jemi në Shqipëri. Pra dashur shqiptar, këta dridhen për dridhen, po s'ka në ku vel me. Si ai peshku që del nga ujit, përpiqet dhe i ngelet firoma në gojë. Natën e mirë, dashur shqiptar, miru pafshim edhe nesër, inshallah, në emër të Zotit, ata dalën nesër e thonë fjalën e fundit. Tash ta mbrojnë Edi Ramën, tash mos e mbrojnë, përfundimet kanë dalë për arrestime, në të kundërt do arrestojnë këta. Natën e mirë, dashur shqiptar. Profesor, falenderoj. Të dashur miq, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.